Mjaft më shqiptarët janë përkujdesur vetë t'i bëjmë punët. Shkretët duhet ndajnë mjete për ta mbush buxhetin, duhet ndajnë mjete gjithçka, do me thonë ekstra, shtesë, për të shkuar në spital korrupsion, për një dokument korrupsion jo kërkohet, mitmarrje, për gjithçka. Po sikur për mos mjaftojë kjo, duhet edhe kushtet t'i rregullon vetë. Duhet ndërton rrugë, duhet ndërton shkolla, duhet ndërton kanalizime, duhet ndërton ujësillës, krejt me parat e vetë. Qa të bojë shkreti? Nga në tjetër pa punë, da duhet të shqie familjen, të mbaje, apo të ndërtoje për punë tjera që e ka obligim shtetë. Nuk din ku të shkoje. Është totalisht situatë pa përballueshme e qytetarëve. Këtu e keni për punën, nuk përballohet më dot kjo gjendje. Edhe pse këto banorë të Svetovës janë banorë shumë zot njëhen. Punojnë, ka disa prej tyre që janë biznesmen suksesshëm, kanë firma ndërtimore, kanë shumë të punësuar, dhe falë tyre, çdo projekt, dhe me thonë, ndihmojnë çdo projekt që niset, bashkëpunim me komunët, pa që janë mundësit edhe të tyre. Lumi të kalojnë mundësit për ndërtu projekte që edhe ky vendbanim Cvetova, si vendbanimet tjera fatkeqësisht që kanë ngel të vogla pas investim që janë zonave malore që mos shpëngulet. Për shkak se këto vendbanime është bërë jeta e papërballueshme, shumë. Shumë ndërprerën komunikimi, rrugë nuk ka, dhe me thonë izolohen dhe e kanë patjetër që të shpëngulen nga ty. Jo që do të gjenë më mirë këto ku shpëngulen, mirë po sa do kudo e kanë atë më kollaj të lëvizin lish. Nuk janë aq të izoluar siç janë sot ku jetojnë. Dhe unë nuk e di a keni qenë ndonjëherë për jush atje, nuk e besoj. Ndoshta vetëm kur vinë zgjedhjet shkojnë i vizitoni dhe i mashtroni ato qytetarë shkret për që dhënë votet, po u garantoj me ata mos e një mashtroni. Se një mashtroni sepse asnjë gjë nuk ka bërë qeveria dhe BDI-ja që sa do pak t'u lehtëson jetën këtyre qytetarëve për këtyre banorëve të Svetovës, që do të kishte investuar në ndonjë projekt. Jo. Gjithçka që kanë bërë vetë, gjithçka që bën tani prej vitit 2013 e bën komuna e Sëndeqanit, udhëhequr nga kryetari i asaj komune zoti Azem Sadikut. Dhe nëse jo të ndihmoni, mos pengoni që të realizohen këto projekte. Sepse bëni çmos që në komunën e Sëndeqanit të pengoni realizimin e projektit. E përmenda këtë rrugë, e përmend edhe një rrugë tjetër që është në vendbanimin Moran që duhet të fillojë edhe në Sëndeqan, asfaltohen, po në Ministria e Financave bën pengesa si që këto rrugë mos nisin të asfaltohen, se atëherë qytetarët e komunave tjera do të kenë rastin të shohin edhe të bëjnë krahasimin se ja mund ka të punoj edhe pas ka një kryetari komunës i Zotit që donë të punoj ka edhe pa ndihmën e pushtetit qendror. Se ti mbledhish bashkë gjithë kryetarët e komunave BDI, sa ka punuar kryetari i Sëndeqanit, nuk mund të krahasohen dot, nuk mund ta mrin kryetarin e Sëndeqanit. Edhe pse me pengesa në çdo hap, në çdo projekt nga ana e pushtetit qendror. Unë besoj dhe jam i bindur se edhe rrugën për Svetovë do të asfaltohet shpejt, po e keni për borç ju të qeverisë që të ndani mjetët, se ato janë mjetët banorët Svetovës që ajo rrugë përfundohet sa më parë.